Klotildën për të mbështetur drejtësinë. Por ndërkohë Klotilda vet është në hetim nga Spaku sepse ka penguar drejtësinë. E kuptoni se çfarë tallje? Por Edi Rama do t'i fusin parlament sepse do t'i shpëtoj. Por në fakt, Edi Rama nuk kërkon të shpëtoj ata, se as nuk i intereson fare në fakt. Edi Ramës i duen këta, sepse Edi Rama ka nevojë të mbrojë veten e vet. Sepse nëse në Shqipëri procesi i luftës kundër pandëshkueshmërisë do vazhdoj dhe unë jam i bindur që do vazhdoj dhe ne duhet të bëjmë punën tonë që të vazhdoj, Edi Rama do përfundoj në burg, nuk ka ku të shkoj. Është e pashmangshme. Ose drejtësia do dështoj, ose Edi Rama do shkoj në burg. Të dyja bashkë nuk mund të qëndrojnë.